rënda që mund të ndodhë në drejtim të organeve të sistemit të drejtësisë, duke qenë se po flasim për një gjyqtar të gjykatës apelit të jurisdiksionit. Lidona, po shohim në anën tjetër të ekranit edhe momentin kur policia sapo ka ndërhyrë brenda ambienteve të gjykatës, pra për të neutralizuar personin që ka qelluar, menjëherë sapo janë dëgjuar të shtënat. Shikoni videon e ndërhyrjes shpejtë të policisë. Shikoni pra se si ndërhyn menjëherë policia pra brenda ambienteve, duket që ngjarja ka ndodhur brenda ambienteve të gjykatës së apelit. Kjo tashmë si thua konfirmohet edhe përmes pamjeve filmike që janë në ekran, sepse përderisa janë duke hyrë në ambientet e brendshme pra të pas portës jashtë në gjykatës së apelit, ngjarja ka ndodhur pra brenda kangjëllave. Nuk dim në cilat rrethana ka qelluar personi. Glidona, jemi në lidhje? Po. Po, Drini, po të dëgjoj, në fakt, po përpiqera të kuptoja edhe nëpërmjet pamjeve filmike, por edhe në kontakt me strukturat e rendit të cilët kërkojnë të kemi një informacion më të detajuar në lidhje me të gjithë dinamikën, sepse tashmë një perimetër i gjerë sigurie është vendosur rreth gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në mënyrë që të mblidhen të gjitha provat dhe faktet në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Pasi së pari do duhet të theksuar që një armë zjarri brenda gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm ku nënshtrohen konfirmime nga ty, do disa konfirmime për arrestimin e autorit së pari. E kemi të konfirmuar dhe nëpërmes titrave në fakt që është arrestuar autori i kësaj ngjarje të rëndë. Dim diçka rreth autorit?